Vendimi për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit SHMF-s në Fortesë. Toj drejtori në shëndetësisë, Afrimović. Faleminderit kryesues, të nderuar kryetar, që është situata fizik për asnjërin e vendit. Bëhet fjalë për një parcelë komunale, e cila është në zonë kadastrale në Fortesë. Parcela është në sipërfaqe të përzgjithshme për 1 hektar 31 are 111 metra katror. Për kësaj parcele, pjesës parcelës po kërkoj për juve me marrë vendim për me caktuar lokacion për me ndërtu SHMF-n e re në Fortesë, pas nënshkrimit të memorandumit ndërmjet kryetarit të komunës dhe ministrit të shëndetësisë në detyrë. Bëhet fjalë për 18 are për pjesës së përgjithshme. Gjithashtu nëpërmjet këtij vendimi po kërkoj për juve që të marrë mendim këtë parcelë, pasi që është në sipërfaqe të madhe, ku përfshihet edhe rrugë lokale në zonë, prandaj parcelën në 18 are të japim një numër, një sipërfaqe edhe të caktuar për lokacion për vendimin e SHMF-s për me vazhduar procedurën e tij. Ju ftoj që pas shqiptimit të votoni propozim vendimin për caktimin e lokacionit. Natyrisht përkrahur në vendim të tillë, pasi që edhe në mandatin e kaluar po kemi qenë antar të Komitetit për Shëndetësi dhe për Kujdesin Sociale, i kemi vizituar gjitha SHMF-t dhe AMF-t të komunën tonë, edhe në Fortesë bashkë me kolegën Vlora kemi shku, kemi pasur gjendje është jo e mirë, dhe stafi shëndetësor i komunësohet puna për shkak të plagështisë. Mirë po është shqetësuese se që 2 herë është intervenu në atë SHMF dhe zgjidhja nuk është i ofruar apo është dashur. Natyrisht pra që e përkrahen, po besoj që projekti i ri që do të jetë, në qenë se drejtori tha që do të jetë në atë vend, që planifikohet për pengesa i paraqitur 2 herë për shkak të plagështisë, apo keni bërë një projekt tjetër ashtu. Faleminderit, Lirikzon, po në fillim e thamë që ajo është në pikën martull edhe në detyrë projektuese merr pjesë edhe komuna e Allvesit bashkë me inxhinierët ose arkitektë të ministrisë. Do të ngritet mbi nivelin e tokës, sigurisht me pilota dhe tjera, ashtu siç nuk i futet më ujë në skala shtile mjedisit e shkollës fillore të mesme të Ultiria, s'ka më pas as në SHMF në Fortesë. Arsyeja sa herë kemi intervenuar atë ka qenë intervenim se ka vlerë para qenë apo intervenim i kot, sepse pak që ka rënë më një herë aty ka pasur. Nëse nuk ka diskutime të tjera, atëherë unë po e qes në votim vendimin kush është për. A kemi kundër? Abstenime? Me 20 vota për miratohet ky vendim. Faleminderit shumë, kolegë.